Dita 9 nga Përndjekës në Apostull. Leximi i ditës, Veprat e Apostujve kapitulli 9, vargu kyç. Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është një e zgjedhur nga unë, për të mbajtur emrin tim përpara kombeve, mbretërve dhe bijve të Izraelit." Veprat kapitulli 9, vargu 15. Shpjegimi. Kapitulli 9 tregon kthesën më dramatike në historinë e kishës, Sauli, njeriu që kërkonte të shkatëronte çdo besimtar, takon Jezusin e ngjallur në rrugën për në Damask. Ky takim na mëson se asnjë njeri nuk është për te i hirit të Zotit. Jezusi nuk e asgjësoi armikun e tij, por e transformoi atë në enën e tij të zgjedhur. Mesazhi: Zoti mund të përdorë edhe të shkuarën tënde më të errët për të ndërtuar një të ardhme plot dritë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 9. O Zot Jezus, unë të falenderoj Ty që hiri yt nuk njeh kufij. Faleminderit që Ti na kërkon edhe kur ne jemi duke ecur në drejtimin e gabuar, ashtu siç bëre me Saulin. Unë rrëfej që shpesh kam gjykuar të tjerët si të humbur përgjithmonë, duke harruar që edhe unë jam e shpëtuar vetëm prej mëshirës Tënde. Të lutem, më jep guximin e Ananias për t'ju afruar atyre që kanë frikë, duke besuar se Ti po punon në zemrat e tyre. Më bëj edhe mua një enë të zgjedhur që mban emrin Tënd me nder. Ndriço çdo verbëri shpirtërore në jetën time, që unë të shoh qartë misionin që Ti ke për mua në këtë vit të ri. Amen.